Sistemi bankar në Shqipëri është I qëndrueshëm dhe me tregues mjaft optimist. Vlerësimi është bërë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, I cili thekson se ka pasur një ulje të fortë të nivelit të kredive të këqija, duke zbritur nga 25% në vitin 2014 në 5% gjatë vitit 2024 dhe vetëm 4% gjatë këtij viti. Në raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar theksohet se gjatë dekadës së fundit sektori bankar shqiptar ka pasur një transformim të ndjeshëm I mbështetur nga performanca e fortë makroekonomike, por edhe reformat financiare të qëndrueshme. Në një analizë të imtësishme mbi kapitalin dhe likuiditetin, theksohet se sektori bankar është gjerësisht rezistent ndaj goditjeve nga kredit me probleme, por edhe nga ndryshimet në normat e interesit. Pronësia e huaj e aktiveve bankare, thotë raporti, nga 90% në vitin 2030 ka rënë në 65% në vitin 2024, duke reduktuar në këtë mënyrë rrezikun e infektimit nga goditjet e jashtme. Por pavarësisht këtyre treguesve pozitiv, Fondi Monetar Ndërkombëtar rekomandon që autoritetet shqiptare të vazhdojnë përpjekjet për arritjen e stabilitetit financiar dhe zhvillimin e mëtejshëm të tregjeve financiare. Ndërkohë, në raportin e dytë analizohen luhatjet e kursit të këmbimit dhe vlerësimi I monedhës kombëtare. Prej kohësh euro qëndron në nivelin e 99 lekëve, ndërsa dollari amerikan ka rënë në rreth 87 lekë. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, kjo është e nxitur nga ecuria makroekonomike, fluksi turistik I regjistruar së fundmi, remitancat si dhe investimet, pavarësisht ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë, e cila tërhoqi nga tregu rreth 932 milionë euro gjatë vitit të kaluar. Leku vijoi të qëndrojë mbi vlerësuar ndaj monedhës europiane. FMN vlerëson se mbi çmimi I lekut është pozitiv pasi mban nën kontroll nivelin e çmimeve dhe inflacionin, dhe kjo ka bërë që Shqipëria të rezultojë një ndër vendet me nivelin më të ulët të inflacionit në rajon.